Që kanë qenë zhvillime të papritura të rezultati i përzgjedhjes që kanë bërë delegatët e Lidhjes Demokratike, megjithatë unë kam mendu që aty do të ndodhë diçka tjetër, kam mendu që do të shkarkohet zoti Abdi Xhiku, por delegatët e Lidhjes Demokratike kanë vendosur që të vazhdohet me Abdi Xhikun edhe për një kohë të caktuar, megjithatë mendoj që nuk janë zgjidhur problemet e Lidhjes Demokratike. Ato tashmë janë thelluar edhe më shumë, sepse kam frikë që ajo parti është përqo dhe kam frikë që ajo parti ose zoti Abdi Xhiku nuk mund të përbashkoj të gjithë të pakënaqur rreth idesë së tij ose rreth atyre vendimeve që ai ka mi marrë gjatë bisedimit me lëvizjen vetëvendose apo edhe gjatë udhëtimit të tyre deri në kuvendin e ardhshëm që pritet ta kenë në vitin 2027. Po shiqë, tashti ata delegat kanë vendosur që me vazhdu me zotin Abdi Xhiku, po ashtu ky vazhdim i zotit Abdi Xhiku është edhe rikthimi i zonjës Osmani në Këshillin e Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike, që i bie që tashmë zoti Abdi Xhiku po e forcon veten brenda atij kuvendit ose delegatëve të Lidhjes Demokratike, do të ketë fuqi më shumë, por unë besoj që nuk do të ketë mundësi të bëj përbashkimin ose të jetë vendimmarrës për të gjithë ata 18 deputet që i ka në kuvendin e Kosovës. Tashmë nuk kemi më të lashët të Lidhja Demokratike, sepse kuvendi ka kryer punën e vet. Por zoti Abdi Xhiku ka për detyrë dhe ka për obligim me i bind deputetet e pakënaqur që i ka në kuvendin e Kosovës. Pritet që në një kohë të caktuar ose të shkurt të vendoset edhe për një qeveri e cila do të krijohet nga data 6 e ngushtetutje dhe që sipas Abdi Xhikut Lidhja Demokratike është e gatshme të jetë bashkëpunuese me lëvizjen vetëvendose, por a janë ata 18 deputet të gatshëm me njeh zotin Abdi Xhiku, të shohim ditët në vim. Me Abdi Xhikun kryetar do të ketë marrëveshje. Por deputetet që i ka Lidhja Demokratike, ata të pakënaqur në kuvendin e Kosovës, unë mendoj që edhe marrëveshja e nënshkruar nga zoti Abdi Xhiku për të bashkëqeverisur dhe për të zgjedhur njërin nga 3 pozitat në emër të LDK-s, mendoj që është shumë vështirë me pas një bashkëpunim të tillë. E para, e dyta, edhe zotit Kurti konvenon kjo krizë brenda Lidhjes Demokratike, sepse përçon Lidhjen Demokratike dhe është shumë e mundshme që të bëj koalicion, vetëm të përçoj sa më shumë. Dhe është shumë e mundshme që edhe koalicioni i bërë nuk do të merr votat e mjaftueshme dhe vendi të shkojnë në zgjedhje më pas, të lihet fojë të pakënaqur të LDK-s, sepse ata janë jo shtetëndërtuesit e vendit, por unë mendoj që me numrat që i ka Lidhja Demokratike zotit Kurti fare nuk i vjen, sepse nuk janë numra që bojnë 81 deputet për të qëndruar në sallë kur duhet të zgjedhet kryetari i shtetit.